Përshëndetje Prishtinë Ali, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shiqur një episod tjetër të Prishtinë Podcast, ashtu siç kemi premtuar, edhe këtë episod e kemi zgjedhur një person shumë unik. Ky person i ka jetuar 2 jeta, duke filluar prej jetës së skenës, domethënë të teatrit, gjithashtu edhe jetën e luftës. Prej teatrit të Prishtinës gjatë viteve 90 e deri tek fronti operativ i Llapit. Këto e kemi Lirak Qelaj me na tregu historinë e tij. Lirak, faleminderit shumë që keni ardhur dhe na keni nderuar me prezencën e juaj. Faleminderit për ftesën, me shumë kënaqësi e kam pranuar. Falenderoj. Kisha dashur me kuptu pak fëmijërinë e juaj, domethënë ju jeni lindë dhe jeni rritur në Prishtinë me një kohë që ka qenë ka qenë e vështirë. E kisha dashur me e ditë ç'ka qenë Prishtina në sytë e juaj gjatë fëminisë juaj. Po besoj që secili ose shumica njerëzve kanë fëmininë e marrë mend si diçka shumë pozitive. Edhe nëse ka ndonjë vështirësi, megjithatë fëminia është një ndjenjë domethënë kur ballafaqohesh me jetën, me gjanat e reja, gjithmonë të sjell një farë kënaqësi edhe me kalimin e kohës, të krijon një nostalgji për kohën e kaluar, çfarëdo kohë që ka qenë. Po në këtë rast unë kom lind dhe më rrit, në Ulpian, deri në fillim të shkollës mesme, kom jetu aty, edhe ka qenë një farë, ka qenë lagje e re, ka qenë një lagje e mirë, një komunitet shumë i mirë, dhe natyrisht kom shumë emocione për atë kohë. Po thëmë, sigurisht për shkak të edhe të fëminisë, po edhe kemi qenë me vërtet një shoqëni shumë e mirë të banesa që thëshim që kemi lujtë e kështu, dhe e kujtoj me shumë nostalgji. Natyrisht pjesa negative është që nuk kemi qenë të lirë, në kuptim s'kemi qenë pavarur, po me gjithë ato viti kur kom lind ka qenë një farë lirie e përkohshme në Jugosllavi, do me thonë vitet e 70-ta, e ka pas një farë lirie për shqiptarët. S'ka qenë lirie plot, po ka pas një përpjekje për me i pajtu shqiptarët. Është viti kur është fitu autonomia e Kosovës, do me dhe shpat kushtetuta e Kosovës, Universiteti i Prishtinës, e kështu me radhë, do me kanë qenë disa elemente ku jënë konsideru si një farë rilindje e shqiptarëve në Jugosllavi. Edhe natyrisht unë këtë kohë e kujtoj me nostalgji, do me thonë kohën e fëminisë në Ulpian, kryesisht e Hasan Prishtina. Gjatë qasaj kohë, po menoj tani pak ma vonë edhe kur rritëni, ç'ka qenë jeta sociale gjatë atyne viteve? Po, kjo që e përmenda, do me thonë, ka zot deri në 1981. Po. Mani prej të 81-shit fillojnë demonstratat dhe vazhdimisht ka pas do me thonë ka pas situatat vështira në Prishtinë. Jemi ballafaqur me orë policore, me protesta, na si fëmijë kujtohet dilshim me pa protestat e studentëve, me atë tonën na ju bashkangjitshëm me protestës, fillojshim me brarit kundër policisë, me gjujt gur, edhe pse kemi qenë 8-9 vjeç, do me thonë, po mundojshim me ju bashkangjit protestës, pra pjesa tjetër e jetës në Prishtinë është ka qenë orë policore, gaz lotësjellës, edhe ajo që nështë e karakterizon një farë pjesë të jetës urbane është kurrizi, mandej. Jeta në Kurriz ka qenë, me thonë një farë revolucioni mënyrës jetesës së rinisë. Nëse kisha karakterizu këtë pjesën tjetër, prej 80 deri në fillim të 90-tave, ka qenë, kishme qenë kjo. Kurrizja, cilat kanë qenë pak ma protestat, lotësjellcat, orët policore, arrestimet, vrasjet krejt dhe kurrizi. Nëse i kisha nda 2-3 pika. Cilat kanë qenë kafiqat pak ma gjatë qasoj kohë në Kurriz? Po, ajo që e kom rri, unë do me thonë e kom rri bash hapjen e kurrizit. Kur kemi fillu na me dalë deri atër, sa që më rrit me dalë në qytet, ka qenë Korza. Do me thonë, rinia kryesisht kanë dalë Korz, e kanë pas se cili vendin e vetë, drunin e vetë, që i kanë thonë se ato dryt që kanë qenë, e kanë pas pik takimin, ku kanë nejtë aty, kanë po gjiro, po edhe kanë pas një farë pik stacionimi.
Unë kom qenë i ri, para se, do më thonë, sa ka qenë Korza në funksion, na jemi taku si të ri të Fontana, ka qenë aty në Ulpian, të parku, kemi pas pikën tonë, edhe ku jemi taku shoqënia, dhe sa fillu me dalë në Korz, do më thonë, atë vetë u hap edhe Kurrizi, edhe atër krejt u shpërngullim Kurriz dhe Korza si koncept për rinin, një farë mënyre morë i fond. Atër u orientun krejt atje, dhe kafeterit që në komnajt mas shumëti është Papilloni natyrisht, që ka qenë Gjezi, dhe cilin një kohë ma depat marë e ka menagju një shok jam i ngushtin dirë tash e Dvilli Macula, ka qenë El Gancho, ka qenë Ani Dy Robertve, tash ku apshe edhe po i harrej disa emna se ka kalu një kohë, po do më thonë Kurrizi ka qenë për një meni një vend që po ashtu kom nostalgji ka njerë kur shkoj tash me kalu më kujton më kthen kohë, edhe pse tash është zavencu me dyqanet këpucave kryesisht, patër këtë ato kanë qenë kafeteri, do me thonë edhe ka pas shumë gjallëni. Po edhe ajo nuk ka zgjatë shumë se në 91-ën me njëherë filloi lufta në ish Jugoslavi, edhe gjenerata ka qenë gjenerata që duj me shku me shërby po si ushtar në ish Jugoslavi, dhe natyrisht na nuk dëshim me shërby, me shku në luft kundër kratëve, bosnjakëve, me i shërby sërbëve natyrisht, së dëshim, edhe shumica patanik prej Kosovës u largun, kemi pas met pak njerës të, dhe në njëri që kemi pas veç një të ngatë na u bosi me pas vlla shok, u afrum shumë se metëm shumë pak. Po, do më tonë qatë shumë kanë ikë dhe s'kanë dashë shumë, me marrë pjesë. Shumë, për njerë u zbras Kurrizi, për njerë, do më thonë, brezi jonë komplet iku prej u largu, do më thonë kanë qenë sa 10.000, mësë me 100.000 Ka qenë që kjo kohë edhe që ka pas orë policore edhe në këtë kohë ka ditë me pas orë policore, se ka pas vazhdimisht protesta, ka pas revolta, edhe ka pas edhe në këtë kohë orë policore. E qësh ka funksionu jeta atë kohë me orë policore, se tash mu më ka ndodhë për shembull, unë jam tek 2 mesh, gjatë pandemisë pak me pa qysh është me pas të një farë limitime sa i përket kur më është me dalë, pa është krejt tjetër, po menoj, e hiç s'moj me konceptu kështu që ka qenë për juve, që ajo frikse dhe ka qenë tjetër qyshe imponume që ajo orë policore. Kjo, po natyrisht e përmendet, ora policore tash që ke për pandemi, dallon shumë prej atje, se tash ti sjetut që të vret policia, ose që ndodh diçka, ki mujt me marrë një gjob, kjo maksimumi. E në atë kohë ka mujt me të kushtu me jetë. Me gjitha ato na si të ri, adaptohesh edhe në kushtet ma të këqija, njeri është krijes që adaptohet. Edhe kemi qenë, pa të fillu me mësu, ka njerë edhe me kriju edhe situata komike me jetu me atë realitet. Edhe në herë edhe na intrigoj ke me prish pak këtë regull, me ik, me dal me shku të një shok kotores policore, me rreziku pak me shku. Ma interesant që të. Kisha adrenalin ma shumë. Natyrisht kjo puni i qment ke prind tonë, cilët u brengas që prej neve, po besoj për ta ka qenë ma vështira, në shta dhe s'kemi qenë qaq të vedishëm për gjendjen e vështirë që kemi jetu, po thëmë si të ri jemi adaptu, po unë e di që prind tonë sarë kemi dalë prej shtëpis, na kanë përcjell që nështa na shojnë për herë të fundit, se ka ndodhur për fatkeq ka pas të ri që kanë pas këtë fatkeqësi, do më kanë dalë se janë kthy më në shtëpi, ka qenë ose janë arrestu ose janë vëra ose janë. Gjithashtu në këtë kohë kanë filluar edhe helmimet e nxënësave, ka qenë helmimet kanë ndodhur nëse s'gabojnë në 90-ën, 1990-ën. A keni pas një eksperiencë kështu për shembull në shkollën e juaja? Po, krejt shkolla ka qenë domethënë u alarmu, madje kish edhe fillun me paniku edhe me pa diçka që s'është pluhun, me alarmu, me bo diçka, po ka pas, kem pas edhe një 2-3 raste edhe në shkollën tonë të helmimit, nëse nuk gabojnë, tash sa mi frashi, atë Rivollolla Ribari, po krejt Kosova ka qenë alarm, ka qenë një situatë shumë e rëndë, dhe tash kur e menoj me të vërtetë është shumë brutale, me shpërnda helme në për shkolla, edhe shumë pak flitet për këtë story, diqysh është hesht, mendoj që kjo duhet me marrë vëmendjen ndërkombëtare akoma, edhe pse kanë kalu shumë vjet me tregu sa barbar është ka qenë dhe vazhdon me të qenë për fatkeq regjimi i serb. Po, është pak e pabesueshme dhe prind kur më kanë tregu kur kam qenë edhe më e vogël, kështu veç s'mu besoj që
e kanë jetu që atë sa në dhe shumë afër, kur e menon kështu me vjetë, nuk është që ka ndodhë mate. Për neve na duket, për mu, gjeneratën tonë, për ne edhe si djeme pas ndodhë. Po, qashtu. Atë kohë tani fillon edhe do me thonë sistemi paralel, ju keni qenë student i aktrimit, kohën kur fillon sistemi paralel nëse s'ka bëj, dhe gjithashtu me sa e di, shtëpia e juaj, do me thonë fëmijërisë që e keni në Velani, ka qenë lëshume disa vjetë nëse s'ka bëj, si shtëpi shkollë? Po, është e vërtet kjo, do me thonë, u kërku, na kemi fillu, do me thonë, unë jam pranu në fakultet në fund të 91-ës, do me thonë në 91-ën, po për shkak që dodhi kjo, do me thonë, u dëbum prej shkollave, nuk kemi fillu mësimin deri në mars të vitit 92. Okay. Atë vit kemi majtë mësim në, do me thonë, vitin 92 në shoqatën e kompozitorëve, ka qenë në Pejton, lagjën Pejton. Kurse për vitin tjetër u kërku, na pyetën kush mundet me gjetë shtëpi, nuk na thana keni me lëshu, po kush mund me gjetë. Po. Edhe unë u konsultova me babën edhe e ofrum shtëpinë tonë njënin kat, sepse na jetojshim aty, nuk mëshim krejt shtëpinë me lëshu. Po. Njënin kat e ofrum për degën e aktrimit. Dhe aty krejt gjenerata që kemi qenë 3 ose 4 në atë të aktrimit, kemi majtë mësim për një vit në shtëpinë time. A ka qenë vështirë me menaxhu me qenë shtëpia shtëpi shkollë? Po, ka vështirësi, po ka qenë koha kur është dashur me bëu sakrificë, natyrisht që ka vështirësi. A keni pas raste të shembull? Për mua ka qenë pak më e çuditshme se unë flajsha në katën e dytë, në katën e parë kisha mësim. Edhe në herë nëse rrisha pak më vonë natën, s'mësha se më del ke xhumi për mësim, profesori thotë shko çoli Irakun, në vjen mësim. Edhe shkon e dej në altë. A ka pas raste për shembull policia që po thojmë ju ka përndjek ose audit që çajo shtëpi po përdoret si shtëpi shkollë? Unë besoj që policia ka ditë, po nuk kemi pas në një rast që na ka ardhur policia në shtëpi tonë, por na ka ndodhur me hy në kur kemi marrë mësim, se kemi marrë disa vende edhe në shoqatën kjo shoqata Rami Sadiku ka pas një objekt ku është mbrapa rektoratit. Okay. Ka ekzistuar, ka qenë një objekt gati i braktisur, me thonë, shumë qendit keqe, po na fillum pak e pastrume, adaptum për me majtë mësim aty. Po. Edhe ka ndodhë disa në ato majtë mësim, se na sheshin kur tu dalë me pi cigare, dikush ku shpike cigare, dilke jashtë se tu hyje tu qarkullu se qender, edhe na ka ndodhë tu bo ushtrime na prova për fakultet, ka hy policia dhe na ka bo neve tjerve, ata kolekton ka vazhdu ushtrimet, edhe janë ullë të dy polistë i kanë përcjell prova deri në fund që shpërshkojnë. Okay. Edhe kur i kanë pa ata mandi kolektat janë me rrusë se s'dishin çfarë bëjnë, na zguxojshin mas me fol. Edhe ata në fund kur e pa që po bëjmë prova, nuk na prishën, se na ju thanë që jemi një klub amatorsh që po bëjmë teatr, edhe nuk na ngucën diçka. Po ka ndodhur 2-3 herë ka ndodhur kjo skenë me ardhur aty. E në teatrin Dodona kur vazhdoni me majtë mësim? Po, në teatrin Dodona ka ndodhur me ardh, po nuk mund me thonë që kemi pas në incident me policë, diçka direkt. Ajo që është me thonë mas që kisha me specifiku në këtë aspekt, se në fillim ka qenë drejtori Enver Petrov, që edhe natyrisht me të s'kemi pas të lashtë, ai ka qenë profesori jonë edhe ai na sjellli në Dodona, dhe Dodona u shëndru në fund fakulteti jonë, skena ish aty, bëjqim edhe landë edhe ligjeratat, po edhe praktikën i farmyre kryshim para publikut, që ka qenë një përparsi, krahasim me rrethana që kanë qenë për studentët e drejtimeve tjera në Kosovë në atë kohë. Do me thonë po flasim për kohën kur edhe ka qenë sistemi paralel, do me thonë teatri Dodona ka qenë operativ? Atër është qelë, do me thonë, unë tashmë me ngatru vitin, veçon nëse s'gaboj në 92-ën është hap Dodona. Okay. Kështu që në atë kohë në fillim sa ishte Enver Petrov, si s'kemi pas në të lashe, kemi qenë krejt punëtorët shqiptar, po edhe kjo nuk zati shumë, mas pak vjetësh, e sollën masat e dhunshme, e shkarkun Enver Petrov, si në sollën një drejtor sërb, tash ja ku marruam njëni, se dy kanë qenë, njëni ka qenë Zharici, nuk kom kujton tash emnat, po një prej aty në drejtorëve që ka qenë fillim pak, për ma pak se një vjet, është i njoftën që ka qenë edhe deputeti në parlamentin sërb, që ka thonë shqiptarët kanë bishta.
do me thonë, duni me marrë me meni çfarë njerin e kanë sjell aty në atë institucion. Mandej ka qenë një varë Zoran Kosovac, nëse s'gaboj, edhe aty ma ishim na dhe shfaqe që ishin, trajteshin edhe tema nacionale, që me thonë, anti-serbe, nëse më thonë, që ishin revolte e kohës, ose kish akademi, ose domethënë aktivitete që ishin paralele dhe cilat Serbia i ndiste, edhe na çka bëjshim në atë kohë merrshim detyrë, dikush e merrke prej kolegëve, me shku në zyre drejtorit, ose me marrë drejtorit dikon e mull me pi me ta, që mi atë rejkë vëmendin mës me paj që ka pëndodhë në skenë. Kështu që gjithmonë kemi pas një grup të kolegëve që sakrifikojke për shkak të aktivitetit që ndodhë në skenë. Me hutu pak ato edhe ju me mujt me vazhdimisht ndodhë ka, po. Wow. A keni pas shumë shfaqje në teatrin Dodona? Po, teatri Dodona ka pas mbet një farë mënyre oaza e pamvarën e kulturës, domethënë nuk pat mëri me ushtru cenzurën këtë drejtar ose ai tjetri për shkak se e shtyshim kështu, domethënë kishim mundësi me mbulu disi, me kamuflu edhe ka ndodhur me pas edhe 3-4 shfaqje ndoshta edhe më shumë brenda ditës. Tu fillun me program para dite për fëmijë, edhe në mramje me ka ndodhur kemi shfaqje ka 2 herë njëjtën shfaqje, se diçka sepse ka pas shumë interesim, se atër s'ka pas shumë televizione, pse fillun satelitat me u instalu, po do me thonë ka qenë vetë me vend ku dikush mu i keme pa një aktivitet kulturor, edhe kemi pas shumë shikurës. Jo si aktor, do me thonë, edhe e keni mundësu mu bo shfaqja, po gjithashtu sa e di edhe vetë e keni organizu për shembull shitjen e biletave, a keni qenë jo që e keni bo? Në fillim kemi bo gjithë shka, do me thonë kemi qenë, se na ishim studenta edhe nishim edhe knatësi që jemi aty edhe bëjshim gjithë farë punë, prej punëve fizike, prej na ka ndodhë me flajt aty me gjithë natën, ka pas kohë kur ka pas orë policore që po thush këshim i bo prova gjatë kostu policore dhe rrishim dhe herë me gjes dhe sa o kryke ora policore na rrishim në teatr prej biletave, prej i shkyshim bileta, do me thonë si leshim njerëz me hipa bileta se gjana tilla, do me thonë krejt punë, prej pastrimit, siguris, deri te skena, te roli, te aktrimi kemi bërë. Keni kry vetë. Shfaqet që i keni bo, keni pas edhe shfaqet vetë krijume, me sa e di. Na tregon pak për këto shfaqje, prej ka e keni marrë motivet, shembull nëse ka pas shfaqje pak ma komedi ose zhandra tjera, do me thonë. Dodona në atë kohën bo gjitha zhandret, natyrisht ma të popularizumet kanë qenë komedit. Për sham profesor jam Talencio Mahi, ka qenë shfaqja ma e shikume në herë, besoj që mbetet nështë ai ka alo e marrë rekordin e shfaqjeve ma të shikume, do më dhënë, ajo është pa shumë herë, pa fund. Edhe ka pas edhe drama që në realizu, kemi bo edhe provime, po një shfaqje cilën e veçaj është që ka qenë iniciative vetë jona, jona e klasës tem, do më dhënë, në gjeneratën që kom qenë të aktrimit, kemi qenë unë, Blerim Gjoci, Skënder Miftari, Lulzim Guheli, Irena Cahan, Irena Aliu, Dardane Bacaj edhe Flërie Bajoko. Këta 7 kemi qenë, po na djemt e klasës e morëm një iniciativë me bo një shfaqje. Edhe e realizum shfaqja e murë në fund, e amë natyrisht nuk është nis me këtë emën, Moti Patan. Sepse baza e humorit kësaj shfaqje na o inspirum prej Monty Python's Flying Circus, do më thonë është një grup aktorësh anglez cilë kanë bo revolucion me shijen e humorit anglez, po ka elemente surreale dhe akoma mesin si ikon e humorit është temel, edhe kom pa disa intervista shumisa komedianve edhe në Amerikë që nësët sukses shumë thojnë inspirimin e kemi prej Monty Python's Flying Circus, edhe na la Moti Patan, sepse kishte më që me i dhonë disa kuptime, Moti Patan, këto e lidhshim me situatën Kosovë, do më thonë se na të kohë ishin mbyll televizionet, radiot, dhe thëshim kemi me të Patan, na kanë mbyll zonën e regjimi sërb, madje bëjshim lojë, thëshim është edhe Moti e Patan, s'po ka tan Moti, edhe ose dikujt i thu më ti Patan, mos bën diçka Patan, bëjshim lojën atilla.
krejt ideja ka njës me do më thënë, une kom thonë, hajtë ta bëjmë një shfaqje si kur jemi mrena radjes, çka ndodh në radio, na ndëgjojmë, po se dim çka ndodh mrena, ta inskenojmë. Po mandej kjo me prova, me ushtrime, do më thënë me të inskenu, kemi kalu matutje, kemi bëjë emision televiziv, edhe me reportazh, me copa, do më thënë çka po ndodh. Edhe ka qenë shfaqje shumë e suksesshme, shumë e pritun, edhe unë mendoj që edhe sot me shfaq, kish me u qujtë si një shfaqje bashkohore, do më ka pas atë elemente bashkohore, sidomos ajo pjesa e fundit ka qenë, kemi bërë dikon një pjesë goxhat gatë të skenës fundit, e kthejmë sikur po kthehet kaseta kështu mrapa, se atëherë kemi pas video kaseta, s'ka qenë. Edhe krejt shfaqjen kemi luajtur kështu në rikverc, do të mrapa. Se rikverc po. Do thu se po kthehet kaseta dhe në mënyrë të shpejtësuar e kemi luajtur. Ajo në shumicën e rasteve publika është shumë kom. Krejt çat pjesë me aplauze, do të s'kan mujt me besu se çysh po e bëjmë, kemi bërë shumë mirë edhe çat pjesë. Edhe ajo që është, që për shembull histori tjetër që kemi me këtë shfaqje, kemi 100 shumë histori me këtë shfaqje të asaj kohës. Ka ndodhur për shembull, kemi qenë të ftuar me këtë shfaqje në Mitrovic, me në teatrin të Mitrovicës, edhe sa kemi qenë ato lojt, kishte ndodh kjo punë do të jetë diku 94-5, që më me ngatru, mos më kapni për fjalë, se kjo ka vazhduar për disa vite është luajt shfaqja. Na nuk kemi ditë, ma vonë kemi marrë vesh, pas ka bosën UÇK-ja, në atë kohë ka qenë organizat me pak njerëz, do me thonë, sa është kriju, sa kanë fillu me bë aksione, edhe na, kur kry shfaqja, sa kemi dalë, kemi qenë kombi, na ka nalë policia, është si në mënyrë shumë brutale, na hala filleshim si me trajtu si me ajgare, se ishim policia me na nalë, me na qit jashtë, me na bastis, kështu me qit durt në kombi, me na kontrollu. Po herën e dytë e rren shoferin. Edhe e pam që është situata ma serioze. Mandej tek mramjet nesër më morën vesh që pas ka pas sulme ndaj policisë, edhe ata kanë qenë ndjekje të akterëve, për çdo ata kanë qenë brutal. Ose tjetra kemi na patëm ftuar në festivalin gjithkombëtar Aleksandër Mojsiu që mbajnë në Tiranë. Edhe na prej entuziazmit pranum me shku, edhe pse shumica prej nesh nuk kishin pasaporta, sepse nuk na jepke regjimi atër pasaporta, se se kishim kry shërbimin ushtarak. 94-ën. Po 94-ën kjo ka ndodhë. Edhe o marrëm rrugën me kalu ilegalisht. Do me thonë, ka qenë një rrezik shumë i madh, se në atë kohë zhvilloi lufta në Bosnë, edhe këtu ka qenë situata shumë e tensionuar, kufejt të ruheshin me tanka, do me thonë, vlerësisht mushin me të vra pa edhe kur farë përgjithësie në kalim të kufinit me Shqipërinë, e na me disa lidhje, do më thënë është avanturë në vete kjo udhtim. Edhe keni shku? E kemi shku, kemi kalu kufinin, kemi majt disa orë burg në Shqipni, edhe kemi taku në fund përveç që kemi marrë shpërblim festivalin me pritën, kemi taku edhe presidentin atëre të Shqipërisë, Sali Berishën, do më thënë prej rrezikut burgu deri te presidenti, krejt vijat i kemi kalu. Edhe Shqipëria 94-ës ka qenë një Shqipëri shumë e çuditshme, shumë kaotike, sa këshin dalë prej regjimit komunist, ka qenë shumë e varfër, po edhe shumë e kaotike, pa ligji nuk ka qenë as në funksion, nuk mund shumë e krahasu Shqipërinë e sotit me atër, edhe krejt kjo rrugë, madje jemi kthy ka Macedonia, po ashtu një rrezik veti, kemi kalu kufinin, ka Kumanova, Preshev, po ashtu një rrezik tjetër ku ka qenë barikadume me ushtarë, që kemi pështuna, nuk e di, kemi pas, ka qenë një avanturë interesante. Edhe ju kanë ftu prap nëse s'ka bëj festivali apo? Edhe 95-ën më është majtë në Vlorë, prap kemi shku, si mi mushment. Tash pak më konfidente. Prap kemi shku atë na vyke me që më ka një muj, atje se s'gjeshim mande njerë se na përcjellin me kalu kufinin. Knej ka qenë, do me thonë, sot kur e mendoj se kuptoj pse është dasht me rreziku jetën, po qatë shumë e kemi dasht profesionin, edhe për neve ka që kemi pas nevoj me u pa puna jonë për te i dodonës, për te kështu me shpërthy, do me thonë me u pa puna jonë edhe jashtë këtyne kufive, sa që kemi sakrifiku dhe jetën. Prej sanave që po flasim, do me thonë që i keni voqë qështu pak ma interesant, po më kujtohet një histori që e kena bashkë bisedu, që ka qenë mbyllët, do me thonë, gazeta Rilindja,
që të tregojshë për një histori që tash trafika që kanë qenë Trilindjes, ato i kanë hek llogon e Rilindjes dhe ka dalë gazeta e re Panorama, nëse s'gaboj apo. Ja, kompania e para nëse s'gaboj mbyllën Rilindjen. Po. Edhe se ka ndërmarrja shujt Rilindja, do më thonë nuk është veç gazeta, por krejt ndërmarrja ka pas edhe distribuim edhe do më thonë shtyp shkronjën edhe ka qenë ndërmarrje me ma shumë funksione se sa veç gazeta, ka pas madje edhe revista brenda asaj e krejt. Ata e mbyllën Rilindjen, e kryun ndërmarrjen Panorama, edhe ishte shkruar me veç në Çirilic, edhe do më thonë e morën sërt në kontroll këtë farë ndërmarrje. Edhe në krejt trafikat ku shkruajnë të Rilindja i kishin nxit ato stikerat, më thonë ato tiketat nxitse të mëdha firmat me Panorama. Une edhe kemi qenë, do me thonë, edhe Kenit i ka punu baba në Rilindje nëse s'gaboj në shtyp shkronjë. Baba jam ka punu në Rilindje si redaktor, si gazetar. Edhe na të fol, fillum kem të pi edhe ma shumë me të thonë drejtën pak kem të baj gara, dhe thamë që na kanë lënë babat pa punë, kështu të fol, thamë, aj prishim, ajo hekim s'to Panoramës, shaj proteste. Hajde, thamë, hekim edhe kemi shku, ku kemi pa trafika, natyrisht të dushim me këshyr me kujdestaru, mos përna shet dikush, edhe kjo ka ndodhë natën, edhe mas i kishim pi disa gota, ishim trimnu, pak natyrisht se s'kemi qenë sa strima, shku mi hekim ato, krejt ato tiketat e Panoramës, shkumi shkym, ku ishin. Edhe ajo punë u bëhe madhe, shru nesër gazetat e sërbe, që shpo ka ndodhë një farë aksioni, ata shprejnë me shqetësim, ata mundesh me thonë si një karakter që ne organizate caktume, po bën protest të tillë, se dishin që une Keni kishim... Ti me Kenin. Kur nëse s'ka bëj djali Azës një kolegu tonë, majke një prej këtyne trafikave menagjoj, ke në ra me nejtë rasisht, a i se dike kush e ka bëhet punë, tha ku më kanë marrë qafë, kush i ka hek, dikush ta se diku 1.000 euro më kanë denu, kësë më kanë shtitha unë me shtype edhe njerë ato vetë me bo, më ka kushtu edhe 200 marka atër, jo euro, po marka edhe 200 marka me bo kjo, shka po di kom haru, po ati kish kushtu shumë kjo punë. E jo dhe të engu. Asë këca ishim i tregu që i kishim bo, nëse thëshim po na i luj parët neve. Festimi 28 nëntorit, bashkë më intereson edhe me kanë më ka ra kështu me bisedu në atë kohë, e keni festu, po e keni festu 28 nëntorin më shef, të me thonë, apo? Po, ka qenë fest besajnë shumisën e shtëpive shqiptare të na Prishtinë, ose në shpe, ose në kone kurrizit e majnë men kemi festu në kafeteri atje. Natyrisht, si kemi thonë, si kemi gjitë kështu diçka me thonë festa 28 që të publikisht, por e kemi festu, kemi dalë, kemi pi, dikush ka bo dhe muzikë, ka ardhë, shka ndodhe shpesh policia, ka ardhë, na ka qitë jashtë e di ka re, dikon, se ka thonë, po festën e 28, që jemi mundu me thonë, jo, vesh kemi dalë për qef, s'ka lidhe kjo me 28, ose, do më thonë, ndjekja festimin 28 në dole ka qenë gati normale, edhe baba em, kur ka qenë i ri, 5 bzdi satën, ka dalë në hotel Bozhor me një shok të vetin, kanë fillu me pi për 28 që një kanë marë policia gjithë natën, një kanë rejtë. Do më thonë, nuk kanë ndodhë veç në këtë kohën tonë, po në kohën tonë ma dhe filloj mu tensionu, thamë në vazhdimisht me orë policor, me një farë regjimi policor që ka qenë, edhe gjithë shka që ata kanë mujtë me ju shku menje së është festim për 28, ose për diçka tillë, ata se kanë leju, edhe kanë qenë shumë brutal në atë punë. Po na me zedhe ato, nuk kemi hek dorë. Në rrugtimin e juj, po më interesant ashtu shtregove, do me thonë fëmiria juj, jeta juj, jeta në skenë, kur ndodh ndryshime, do me thonë ose kur ki vendos që po donë më bo ushtar, se ju keni qenë edhe ushtar në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. E kom thonë shpesh, tash njerëz që më njohin, e din, po se din gjithë, po si ka fillu lufta në Kroaci, unë kom qenë i bindun që ka me fillu lufta edhe në Kosovë, dhe e kom pregadit vetën që du me qenë pjesëmarrës në luftë, vullnetar, naturisht. Nuk e kom ditë si ka me rrjedh puna, po kom qenë i gatshëm. Edhe një prej arsyeve pse s'kom dalë me shumë për shokëve të mi që dullën në Perëndim, ka qenë kjo, kom thonë du me nejtë këto, kur fillon lufta me qenë prezent, po. Edhe do me thonë mendjen e kom da mati, prej 91, fakt që unë du me nejtë me luftu për Kosovë. Edhe kur ka fillu lufta, atër momentin e partë, mund shumë një më bashkan gjitë, po qysh atër e kom do menë, se
neve na ka ra me pa regjimin sërbe dhe unë kom besu që nuk ka form tjetër që e largon përveç luftës. Unë kisha pas dëshirë që me mjetë paqësore për shembull të largohet Serbia, po e kemi pa që s'eket. Qëra edhe sot që s'është prezente ushtarakisht në Kosovë, çfarë të lashe kemi me Serbinë, vazhdimisht ka sabotazhe, ka luftë, vazhdimisht ka kërcënime, ka jo kthehemi, e lere me pas qenë prezenca forcave ushtarake këtu, me 100 protesta, me 1 milion protesta paqësore nuk i shekur Serbia për këtu. Fillimi, do me thonë, kur bohën e pjesë e ushtrisë, ju keni qenë njëkohësisht edhe gazetar, nëse s'ka bëja po? Jo, gazetar kom punu në destoperi, thëshë, atër do me thonë atë faqosjen e gazetës koaditore. Okay. Unë e para saj, do me thonë qysh 92-ën kom fillu me punu këtë punë, do me thonë dizajn e kompjuterike, që thojnë, do me ndër të partë, kur halas ka pas, do me thonë, halas shuj kompjuteri PC, ka qenë një XT, që ka para PC, se ka pas emri PC, po ka qenë me kapacitete shumë dopta për fund krasi me sa dhe kom fjallën, kanë qenë disa aplikacion që bësha faqosjen e libre, prej vitit 92, edhe kom qenë ndër të partë Kosovë, besoj prej pak që kemi ditë këtë punë edhe kemi bo. Edhe në 96 nëse s'gaboj, pa ta fillu me punu edhe për kohën, fillim faqosjen e kohës, revisës koha që ka qenë, madje edhe kohën ditore prej numrit parë, prej pregaditjes gazetës, fillim, e breri kur filloj lufta, kom punu në atë pjesë. Edhe kur u bo puna që unë mujta me u bashkangjit ushtrisë, e lash punën aty, është i kallzova vetonit, veton Surrojt, i cili ka qenë në atë kohë dhe drejtar, edhe pronar, edhe drejtar i kohës, edhe shkova në luftë. Po beqin e patamaj që kur visha nga njerë Prishtinë, rrezikojsha, tash prapë thëmë budallakisht rrezikojsha, visha në njerë Prishtinë, dhe isha edhe me mëzonë, thëmë jam gazetar, kom qenë teren me e majsha beqin, po s'kom qenë fakt gazetar. Kom qenë zëdhënës që i bje një farë gazetari, zëdhënës i ushtrisë çlirimtare, po jo se kom ushtu kur njerë profesion e gazetarisë. Do të thonë, ka pas raste që ju edhe keni udhëtu, jeni këtym Prishtinë? Ka pas disa raste, do më dhe deri në janar, në fund dhetorit, fakt kom ardhë me bo një operacion intervenim kirurgjik, që s'mishin me bo atje, edhe atë intervenimi erdha me bo sepse kisha të lashe me fistull dhe unë kom qeni pregaditun edhe shumica prej nesh kemi mendu që lufta ka me zgjatë 3 deri 5 vite, nëse jo ma shumë, s'kemi mendu që ka mu kry atë shpejt. Edhe kom ardhë me bo intervenimi kirurgjik, sepse atje nuk ishin kapacitet me kry atë intervenim, edhe do më thonë janar është era funit në 99-ës, kom ardhë fund dhetorin, janar jëm këthy në zonë të luftime dhe që jëm këthy më në Prishtinë. Po deri atër prej tetorit kur i kom bashkazgjit UÇK-s, gati çdo javë, çdo vikend kom ardhë në Prishtinë. Atëherë ishte koha pak kur ishte pak ma qetë, ishte ajo marrëveshjat që kanë këto vëzhguesit ose OBS që patën ardhë Kejdomi, ishte pak një farë paqe me thonë. Krasi me faza tjera, edhe unë po thëmë tash e gjykoj vetën, thëmë që më tut leqe, kom rreziku vetën. Ajo s'është kur gjë, se e marrë mbi vete e përgjithësit. Po në kom marrë, kom ndalë me njerëz, kom pi kafe. Kom mujtë me rreziku edhe ata, sa kanë mujtë me më gjujt mu, me u vra dhe dikush është me mu, ose familjen, s'kom marrë, kom vizitu edhe familjen. Po s'ka ndodhë herë që kom ardhë, që s'kom dalë me pi edhe një kafe, se kisha qef me pi kafe. Merke malli, sa tje s'kishim espresso. Po shkoj tash pak mas kësaj eksperience, ju do me thonë keni qenë aktor, keni qenë luftëtar, ushtar, edhe tani ktheheni prap në aktrem, masi që është shqyqër do me thonë e fitojmë lirin, vazhdoni prap me aktrem nëse s'ka bëj, edhe keni pas disa shfaqje shumë të njoftuna, apo? E para do me thonë, me një mas luftës qeverinë e përkohshme konë qenë drejtori sartëve, madje me mbrun drejtor të teatrit kombëtar. Okej. Do me thonë, ma shumë jam këthy në pozitën menaxhuese, se sa, edhe në aktrim, s'kom e këdora asë njerë, gjithmonë kom qenë kryesisht teatr, po do me thonë kom qenë drejtar për 3 vite teatrin kombëtar, mande bashkë me Florentin Mehmetin, regjisorin, cilin kemi punu bashkë dhe kom pas zavendës në teatr kombëtar,
vendosëm me hap një teatr të pavarur, I cili vazhdon të jetojë sot e kësaj dite, Teatri Oda. Tash në mars bën 24 vite. Këto se pas në ditë, po. Wow. A 24 a 23 vite. Bën me një mars, edhe do më thonë aty kemi themelu bashkë, do pe teatrit kombëtar këtu. Kom luajt kryesisht teatr, po edhe në film, kom pas disa filma që I kom xhiru, po edhe seriale televizive, po vitet e fundit për shkak që kom qenë pak më aktiv në politik, nuk më isha me qenë me pas edhe detyrë politike dhe me qenë në skenë, më duket që është pak abuzim me profesionin, se është s'mush me qenë politikan I mirë nëse kalon kohë dhe në skenë, për shkak se politik kur je full time, dush me që ka angazhim, ka punë, edhe aktrimi kur kthesh në skenë dën angazhim të plot, s'mund është dy punë me kry me angazhim plot. Kështu që unë kom qenë larg skenës për goxha do vite për shkak të angazhimit në politik, por jo mundu me majt një falidhje kryesisht me shkrim, sepse ato më isha me bo nuk isha I lidhur me orar të rregullt, edhe kom shkruar disa shfaqje të cilat janë skenu kryesisht në Teatrin Oda. Që ka qenë që ndjenja prej një aktore që do me serialet I kom shkruar, do më tërë që trashun e kom shkruar. Bravo. Ka pas edhe seriale tjera, po kjo një prit. Që ndjenja do më thonë prej një aktore që e spjegove që I keni majt do shfaqje më sheft edhe u kon pak ma kon ndryshe dhe për një herë tash drejtori I teatrit edhe ki pas lirin me bo do me thonë çka do normal, po menoj kështu tjetër liri, çu ki gjetë teatrin, çu ka qenë që ajo? Çfarë ka qenë ndjenjë e para ndjenja e lirisë, domethënë më njëherë prej 99-s ka qenë diçka që nuk mundshim me besu. Çka po ndodh, domethënë gati çdo ditë kemi qenë të dehun me atmosferën, me atë manifestimin e lirisë, ma në fund, mas shumë brezave po ndodh diçka një proces cilin për shumë njerëz ka qenë ëndër edhe shumë njerëz kanë vdek për atë ditë. Edhe për një me ishte një ndjenjë krejt tjetër, si shimësunu me punu, mos më tut prej kërkujt, mos me ardh policia me të rrej, mos me ardh dikush me të plaçkit, mos me ardh dikush me të burgos, për shkak të bindjeve asaj që po e shkruan në shfaqje, se ka ndodhur shumë shfaqje në atë ku e ndal, ka ardhur policia, ka ndaluar, se ka thonë ka mesazh shovenist, nacionalist, kjo s'bën se është kundër regjimit serb, bla bla bla. E tash s'vike kërkush me të ndal me cenzuru, domethënë ishte ndjenjë shumë. Teatri kombëtar nuk ka qenë I dëmtuar shumë, sepse si duket një pjesë serbe kanë menduar se kanë me vazhdu me jetu me punu në Prishtinë edhe mas qeshorit 99. Pa e së ndodhe ata u largun, kështu që teatri ka pështu pa ndonjë dëm fizik. Natyrisht shumë prej punëtorëve, stafit kishin dalë jashtë, domethënë që I kish përzon Serbia, edhe kanë ndash disa muj dhe sa janë kthy ata që kanë ndash muj që me mujt mu funksionalizu plotësisht teatri. Ja 2-3 muj e ka zgjat, kjo ka qenë sfida mungesës buxhetit, sepse në atë kohë krejt Kosova s'kish buxhet, dolëm prej luftës e lemo teatri. Po shpejt u konsolidua I fondi që ka qenë me unë mikun e qeverisja përbashkët, çka po dijune, edhe bile për një pjesë të pagave pjesën tjetër bëjshim me aktivitete dytësore komerciale e me ato pare finansojshim prodhimin e shfaqjeve. Po definitivisht ka qenë ndjenjë shumë e mirë edhe nuk krahasohet me kohën e para luftës. Domethënë fillu me I realizu ëndrat që s'kishim mujt me I realizu gjatë kohës 90-ta, gjatë kohës okupimit, fillu me I realizu ëndrat artistike mandej. Çka ka pas diçka, po thojmë tash mas luftës që dyshys se e keni prit me ardh që ajo kohë, mirë po tani keni pas ndonjë lloj dëshpërimi, a ka pas me ndonjë aspekt ajo? Qërë, ka shumë njeri kur projekton, jo veç këtë ngjarje të madhe, domethënë lirin, kur e projekton e idealizon, pak e bën që shka qef, e bën edhe një jetë përditshme nëse do me hi një biznes, për shkak një punë, me qenë një projekt të ri, ti krijon një ide, po gati kur s'del ashtu që ke mendu, që del diçka që shkon herë keq, diçka del më mirë, po kur s'është ajo që ke mendu. Po ka dhe gjana që më kanë dëshpëru, edhe mujnë me më dëshpëru edhe sot e kësaj dite, po në përgjithësi na duhet jemi të
të vetëdijshëm që hapin e madh që kemi bërë historik. Duhet jemi mirënjohës edhe ta çmojmë këtë liri, sepse na brezi jon, ti për fat mirë i takon brezit të lirisë, edhe shpresoj që mos ketë breze mos e na, që domethënë të jetë kjo histori veç me medi kur më shkruaj libra të historisë, por na që kemi përjetu për me duhet me ja ditë vlerën, se kemi unë tash s'moj kur tregoj çush kemi jetu, tash që po falsha me ty, s'po muj me besu çush kemi mujt me jetu, çush kemi bërë disa veprime, çush kemi dal, kemi kesh në korreze, diçka kemi pas jetën e rrezikuar. Sot se kisha bërë në 7 puna, disi jemi mësuar me liri, se kishim revoltuar ndryshe. Edhe s'po e çmojmë, shpesh po e mallkojmë këtë liri, po e mallkojmë të arrituna që i kemi bërë shumë të mëdha. Prej atëherë s'po jemi të vetëdijshëm. Kjo është ajo që më pengon. Ka gjana që kom prit që ka me shku ma në regull, definitivisht, por nuk jam prej atyne që i shoh keq. Me kohë e kom kuptu që natyra njerëzve, jo vështisht ne shqiptarët këtu, po edhe në botë, jo krejt gjithçka shkon qysh duhet, sepse shoqëritë jo pak ma konservative, ka një lëvizje ma ngadalë. Në situata tilla ka dhe këç përdorime, po jo të përmasave qysh na ku katim çdo ditë, qysh rrim tu shoh çdo ditë se s'ka kjo s'ban, kjo bën ajo. Pak jemi të egzageruar, sikur jemi infektuar me një farë virusit pesimizmit, kur kemi jetu ma keq, kemi qenë ma optimist, kemi qenë ma pozitiv, kurse sot si kemi ato arsye çdo është me qenë ma pozitiv e ma optimist. Ose një prej gjanave që ndonjëherë më lëndon kur shohin për shembull, po të them UÇK-n, pjesë e cilës kam qenë edhe unë vet, edhe nuk e kom hallin unë pse dikush ma çon mundin tem personal, se unë jam një prej tyne edhe ka njerëz, po çka njerëz që kanë dhënë jetën, edhe ti tash flet me pejorativ, ose e përçmon ose nganjëherë po e kthejnë edhe gati me thonë sikur ta bërë tradhtarëve kush ka qenë në luftë. Sot, pas 26 viteve, domethënë, edhe kemi pa që ai projekt duli suksesshëm, edhe sot falë asaj lufte kemi bërë dhe ka njerëz që flasin kështu, ose përmendi gjithë një prej fjalëve që më ka lëndu mas shumti, si veteran është tash ministri, ose ministri në detyrë Hekuran Murati, kur ka thonë ma mirë ti kishim pagu disa mercenare, kishim kry borxhin me ta se sa me veteran, po duhet mi pagu gjithë. Nuk kom dëgju në erë ofendim atë madhë. Pjo thëmë shumë sinqerisht që i ka bo dikush. Edhe ai njeri, jo që s'meriton me qenë pozita publike, ai eventualisht duhet me lanë me shku të shtëpia, me punu në i punë dikon dvogël, pas e si me na përfaqësu neve në institucione. Kjo është shumë e turshme. Këto e nështë pika që dëshprojnë. Me gjitha ato, menoj, shumica gjanave janë pozitive, shumë pozitive, janë të arritura shumë dha, sot lëvizim në për krejt botën gati, po sidomos në Evropë, ku na kemi ma ofër, pa kur farë problemi, nuk njemi indiferent, shkojmë si turista, do më thënë se përpara bëshim hajgarë, thëshim s'munsh me qenë dhe shqiptare turist, sepse kemi qenë dvarfër në shumica, kurse sot shkon kemi 3 që na bojnë shumë krenar, do më thënë fushat edhe të kulturës, muzik, i kemi ikonat tona botnore, po edhe në sport, edhe gjithkon, sot edhe në futbol, edhe në basketbol, edhe këtë fushat sot kemi, do më thënë, jemi barabart me krejt popoj tjerë që për natë ko ka qenë shumë vështirë me imaginu që kemi mëri dhe në këtë pikë. Tash i kemi edhe të sene që për shembull rinia që nuk i vlerësojmë, pa tregu gjyshin me gjyshën herën e parë, do me thonë që kanë mujtë me shku me vizitu Shqipnin, sa një parë që ju ka ra kështu në sy edhe që ju ka dok, wow, u konë që krejt po folin Shqip, edhe thëshin që fa ndjenje e mirë me ngu vetë gjuhën Shqipe, që për shembull për mua ajo është normale tash në Prishtinë, Kosovë, do sene që Prishtinë kënë digju vazhdimisht. Që është e vërteta, shumica prej nesh, edhe Prishtinë që ka pas pak ma shumë sërb, nuk jemi shoqënu shumë. Po, i ki pas t'imponume edhe... është karakteristikë shumë interesante, ju që ka ndodhë shumë popojve kjo punë. Do me kemi mëri, ka qenë një lloj rezistencë edhe kjo. Madje edhe Korza ka qenë nda me një në nanë ka qenë sërb, në nanë ka qenë shqiptartë. Si përgjys ka qenë, do me thonë.
kafeterit ka qenë ndame, nuk kemi shku të njëni tjetë në kafeterit sërbe, ka pas individ, nëse ka shku dikush kemi ai rrin kafe të sërbëve, do me thonë, gati e kemi liqit, që thonë, e kemi larguat individ, po unë mendoj që ka qenë individ në gishta, asesi për shumicë, po edhe sërbë që kanë ardhur me ushësnu me shqiptar kanë qenë pak, në gishta kanë qenë. Do kemi qenë një shoqëri ndame, qysh mati, qysh po folje 70-ave dhe 80-ave, gati kur s'kemi bashketu qysh duhet, nëse, ashtu, natyrisht se ata e kanë di vetën ma superior, po në shumë dyqane, në shumë pika kryesore, në polici, në administratë komunale, shumica njerëzve kanë qenë pika kyçe kanë qenë sërbë, dhe ti është dashur me ditë me folë sërbisht, me shumë me pagu rrymen, është dashur me ditë me folë sërbisht, ose me shku një dokument me nxjerr. Për gjithçka me ble një buk, shicin, jo qëtëmonë, po ka shumë rasti ka qëllu shici ka qenë sërb. Edhe për sa ato njeve na u ka vra veshje, si mandej ka fundit të 10-ave, në 90-ave, po se po, pa dol edhe ligji, ata pa të detyru me litë që krejt firmat më shru vetëm qirilicë, pa marë parasysh që pronarët ishin shqiptar. Unë thësha vjen koha kur na heket qirilica prej syve, se s'ishe shqip mo. As një firmë, krejt lokalit e shqiptarve, krejt qirilicë. Edhe prandaj po besoj edhe printu gjyshim, fakt që po thotë kanë kur kanë dëgju veç shqip, edhe për mua ka qenë e njëjta ndjenjë kur kemi shkuar në 93-ën për herë të parë, kur kemi dëgju veç shqip, ka qenë shumë interesant, kënaqësi edhe veç shqip po folin këtu. Atëherë për gjithë këtë rrugtim që na e shpjeguat, besoj që ndihen e krenar për edhe vendimet që i keni marrë gjatë jetës, edhe shpresoj edhe besoj që krejt populli na falenderus ndaj juve, gjithashtu edhe ushtarëve tjerë dhe gjithashtu edhe persona tjerë që edhe viteve të 90-ta kanë kontribuar në mënyrën e tyre me këtë rezistencën paqësore ose që tregut për shembull edhe demonstratat edhe gjithçka që keni bo, edhe që e bisedum tash na pejetojmë një liri që po thëmë ju falenderojmë shumë që na e keni mundësuar me kontributin e juaj. Po, kjo e the drejt, do me thonë, liria është përpjekje e shumë gjeneratave. Do me thonë prej para 1912-ës natyrisht, po edhe mas prej shpallës pavarësisë Shqipërisë, përpjekja për lirinë e Kosovës e met territor që nuk u realizu kur projekti 1912-ës, sepse Kosova dhe teritoret tjera metën pushtume për Jugosllavisë, shumë gjenerata kanë rezistu, kanë vdek, kanë bajt burgje, ka pas rezistenca që në për Oda, në për, do me dhe në është majtë, sikur që e folëm është festimi 28 që të është majtë, ajo si sekret, po është majtë gjithmona i zjarri i ndezur, ka qenë përpjekje vazhdueshme deri se është pjek momenti dul ushtria, do me thonë, po nuk është puna me veç për falenderim, se më stinglon kjo punë që është bo, po duhet unë mendoj që secili duhet me dasht vendin, edhe tash ka forma ndryshme të patriotizmit që shkot me të qenin indershëm ndaj vendit, me qenë me punu profesionin e vetë me bo si duhet, krejt këto ndërtojnë, për shumë një sportist që i përmenën parës, aja jep nderin krenarin vendit. Edhe kështu që do me thonë, unë e mora shamu sportist, sepse për me, po të kisha qenë sportist, gjithsesi kisha zgjedhur me përfaqësu, do me thonë, ose kombëtarën shqiptare, ose Kosovën, sepse në të dyja shtete shqiptare, asesi s'kisha pranu me përfaqësu një shtet tjetër, sa do mik që është i joni, sepse kjo është kontributi yt për vendin tënë. Nëse je patriot, kjo e bën, nuk bosh shqiptar, nuk bosh patriot veç pse i bën Shqiponi njerë kështu, është kur profesionin tënë, krenarin tënde, do me thonë profesionin tënë, cilës do fush, jatri bën pak edhe vendit tënë. Edhe i kisha bo ftesë krejt rive, me krejt çdo profesion që keni, jepni një pjesë bilet kontributit punës ju, dedikojni edhe vendit ju, vetlinjës ju. Tëre, po e përmbyllëm edhe me këtë mesazh që na e dhat. Ju falenderoj shumë që keni qenë sot në këtë episod dhe ka qenë shumë interesant me ndëgju këto historitë juaja. Faleminderit shumë, shpresoj. Faleminderit shumë.